mirë se erdhët në këtë episod të Kosova Job Podcast, ku mbledhim rrëfime të shqiptarëve të suksesshëm kudo në botë. Po sot kam shqiptaren më të suksesshme që kam podcast, Jonika Dhima, e cila ka punuar, është shqiptarja e parë që ka punuar në Google për afro 2 dekada, madje në role ekzekutive, për na treguar rrugtimin e saj nga Shqipëria atje. Ajo tregon që ëndrat dhe kufit nuk janë vetëm në hard, ato mund të jetohen dhe ajo i ka jetuar ato në çdo dimension. Mirë se erdhe Jonika në Power to Gjarë, mirë se erdhe në këtë podcast, kënaqësi me të pas. Faleminderit Gili, çfarë prezantim, shumë vlerësoj. Jonika, ju jetoni në zemrën e inovacionit dhe keni shku shumë e re në fakt nga Shqipëria në Amerikë. Qysh erdhi vendimi ta lëni Shqipërinë? Po, në fakt çfarë ndodhi, nuk ishte fare vendimi, ishte vendimi i mamit. Dhe isha gati 18 vjeç, ishte 97 në Shqipëri, situata po bëj një çik e vështirë. Edhe mami më tha, po sigur të shkosh në Amerikë. E në fakt me thonë të vërtetën, unë jam Amerikin nga Saranda, po mendoja mbase kam me shku në Tiranë, me qenë pranë familjes, por kur mami po më thoshte për Amerikën, si 18 vjeçare që respekton të prindrit e djova, dhe ka qenë shumë interesante, se në fakt nona më ka qep $1,000 brenda në xhaket, edhe gjithë udhëtimin s'kisha udhëtu kur, s'kisha qenë asnjëherë në aeroplan. Era e parë në aeroplan. Edhe ndonë se flisja anglisht, më kishte dhënë një dokument që thoshte first time flyer, fluturoj për herë të parë dhe tërkohës arrita në New York dhe prisja kanadieren me u siguru që nuk më kishin ikur lekët që më kishte qep nona, po kështu i ka me $1,000 të vendosura brenda me bekimin e nonës që i thonë, dhe isha komplet vetëm si 18 vjeçare në Tennessee, ku nuk ishte jo vetëm shqiptar që s'kishte fare, por komuniteti nuk ishte shumë divers, ishim pjesa më e madhe amerikan, jugor, kështu që fillimi ishte pak i vështirë. Jonika, si ishin ditët e para, si u adaptove, ç'është kujton atë për ju? Në fakt e kujtoj shumë mirë, sepse nuk isha mësuar me fast food. Dhe isha mësuar me restorante shqiptare, që ulesh në një restorant, të sjell dikush pijen, dhe mbaj mend që shkova te, duket se ishte McDonald's, dhe mendova se dikush më kishte sjell pijen. Dhe shikoj Coca-Colën me Pepsin aty, e pi, nuk me kuptoja pse ishte kaq e ngrohtë, nuk ishte Apple, s'kisha asgjë, dhe veç kur vjen host mother amerikania, familja me të cilën po qëndroja dhe më thot, ajo s'është pija tonde, pse po pi pijen e dikujt tjetrit. Dhe ai ishte culture shock, që thon kultura, ishte shok kulturor. Mendoja se ushqimi s'më pëlqente fare. U kam u duke me shumë sheqer dhe tërkohës thosha, oh, this is so stupid, s'më pëlqen. Dhe derisa mori me njanë zysha dhe më tha, shif Jonika, e di që të duket ndryshe kjo kulturë, po është e rëndësishme me pak se dhe kultura amerikane ka bukurinë e vet, dhe a mund ta shikosh në atë mënyrë në vend me thënë, kjo s'është si kultura evropiane, s'është si kultura shqiptare. Cila ishte puna jote e parë atje? Puna e parë ishte në fakt si babysitter, se me punu për shkoja në universitet, për nuk desha që prindrit paguanin për universitetin, kështu që ndonse po më ndihmonin me lek, kisha dhe burs prej notave shumë të mira, bëja babysitter. Dhe puna e dytë ishte në admissions office, ku ndihmoja studentët internacional me marrë bursa edhe me ardhe ata në universiteti ku isha unë. Ke studiuar në universitete prestigjioze, cila është fusha e studimit dhe pse ke zgjedhur pikërisht atë? E mora amanetin e nanës për studiu atje? Po, studiova shkenca politike. Dhe zora kur politikane, a? Po, jo kur politikane. Gjithmonë kisha në ëndër që do punoja me United Nations, me Bashkimin Evropian, me qendrën monetare globale, por asnjë nga këto nuk ndodhi, sepse kur isha në punë me një hojë që Google erdhi aty dhe mund të flasim dhe për këtë dhe po, patjetër. Dhe kështu filloi jeta me Google. Si nisi rrugtimi yt me Google? Ishte në fakt shumë interesant, sapo isha martuar. Isha 24 vjeç, kishim lëvizur në Kaliforni, burin e kam inxhinier amerikan dhe për atë gjithçka ishte në fushën e teknologjisë, do ishte në Kaliforni, Silicon Valley. Unë shkova, nuk isha punë, nuk isha kontakte, nuk isha asgjë,
Dhe dikush më ndihmoi me filluar punë në një OJQ dhe punoja si koordinatore edukative. Dhe atë ditë dikush më kishte ngrohtë drekën, që e merja gjithmonë me vete. Dhe kështu ndodhi që një kolege më tha shef mos u mërzi, se ka ardhur një kompani quhet Google, edhe pse nuk shponë poshtë me pa çfarë, sepse kishin marrë gjithë qendrën, ishte gati si një park shumë i madh, edhe kishte ushqim kudo, italian, grek, kishin marrë edhe kafsh, lepurusha, ishin fëmijë që kishin sjell punonjësit. Dhe kjo ishte në 2004, aplikova dhe që të futesha në Google, më desh 12 intervista të ndryshme, ishin shumë strikt për pranonin. E njëje Google? Në fakt se kisha fare konceptin se çfarë ishte, por thjesht fillova nga që ushqimi ishte kaq i mrekullueshëm dhe ishte pa lek. Por pastaj kuptova se sa me fat ka qenë ai moment, duke qenë kanti 2 dekada në Google, për 19 vite. Si ishte dita e parë në Google? Dita e parë, në fakt, ditën e parë nuk e mbaj mend, por mbaj mend ditën kur u konvertova, se në fillim planuan si kontraktore, dhe më thanë me që nuk e eksperiencë as në inxhinieri, as eksperiencë teknike, po të bëjmë provë. Dhe isha në situatë prove për një 6 muaj. Dhe shumë njerëz pushoheshin dhe nuk i planonin. Nuk e kalonin fazën tjetër. Nuk e kalonin fazën. Kështu që në momentin që e kalova fazën, pa e mend kisha kaq frikë sa i them menaxherit, shif, nëse ju ndroni mendjen nesër, duhet të kthej me njëherë kompjuterin apo ka mundësi me mbajt një 2 ditë. Të mbaj mendaj më tha, tash që e bërë Google, kompjuteri është tani se nuk pushon njeri, sepse kena bo me siguri që ti do jesh një punonjëse e mirë për te. Dhe mbaj mend ndjesinë e ngazëllimit që nuk isha pse patur me frikë. Si e pritën familja këtë lajm? Familja u lumturua shumë dhe çfarë ka qenë dhe shumë interesante është që disa vite më vonë erdhi dhe motra ime në Google. Edhe ajo me intervista shumë të vështira dhe pa e mend baba na tha, "Ok, herën e parë kur u futet në Google, kishe të drejtë të thoshe që mbase ishte prej teje. Por tash jeni futur që të dyja, kjo tregon që është fal prindërve tuaj dhe çfarë i kena mësuar ne." Oh, sa e mirë. Cila është këshilla më e mirë që ju kanë dhënë prindrit? Prindrit e mi janë të dy shumë ndryshe. Babi ka gjithmonë këshillën mos u mërzi, se gjithçka do rregullohet, edhe mami ka këshillën beson në vetvete. Kështu që kombinimi midis atyre dyjave ka qenë gjithmonë i mirë, se jeta në Google ka qenë fakt shumë stresante, shumë njerëz me edukat nga universitetet, nga më të mirat, me notat nga më të mirat, me eksperienca jo si tona që dinin Excelin, PowerPoint, gjitha këto gjërat. Kështu që duhet një besim në vetvete dhe ai më kanë ndihmuar shumë. Cila ka qenë kultura apo gjëja më e rëndësishme në kulturën e kompanisë në Google? Që më e rëndësishme është diçka që thoshin në Google, be googly. Dhe në fillim s'po e kuptoja çdo me thanë, dhe pastaj ishte koncepti ndihmoni njëri tjetrin. A ishte një ndër konceptet e para. Koncepti i dytë ishte gjithmonë përqendrohen në çfarë duan klientat. Se nëse mendojmë çfarë duan klientat, atëherë produkti që krijohet është një produkt që njerëzit dashurohen me të, që u thon të tjerëve ta përdorin. Dhe e treta që thoshte Google ishte don't be evil. Do me thënë, mos qenë shpirt keq, as me klientat, as me njëri tjetrin. Dhe ato 3 gjëra kanë qenë diçka që unë i kam vlerësuar shumë. Nika, ju keni menaxhuar edhe njerëz në Google, keni pas role ekzekutive aty. Cila ka qenë ajo formula e suksesit për t'i mri këto shkallë të duhura deri në atë nivel? Formula e parë ishte me kuptu cila ishte edukata e rëndësishme. E kuptova që me shkencë politike, se ishte diçka që më pëlqente shumë, që nuk mjaftonte për me shkuar lart në Google. Kështu që e kuptova që më duhej një master në biznes. Atëre mësimi numër 1 që dua të them me komunitetin është shikoni cilat janë gjërat që janë të nevojshme në profesionin tuaj dhe merrni atë edukat së pari. Së dytë ishte shumë i rëndësishëm që të kisha njerëz që të më thoshin, shiko, nuk e bëre mirë dhe mund ta ndryshosh. Dhe për mua ishin mentor të ndryshëm që më thanë, Jonika, e kuptojmë që për ty është shumë e rëndësishme ambicia që do të menaxhosh ekipet,
por gjithmonë prioritizo njerëzit, dhe si ndihen njerëzit, dhe në qoftë se njerëzit ndihen mirë, atëherë do punojnë me ty si menaxhere. Por në qoftë se nuk ndihen mirë, do punojnë me ty, por nuk do t'japin shpirtin, nuk do t'japin pasionin. Ai ishte mësimi i dytë nga mentori im. Edhe i treti për mua ka qenë ndiq Eric Schmidt është gjithmonë ndiq ato produkte ku ka rritje. Kështu që sa herë shifsha që kishte produkt me rritje aty lëvizja. Lëvizja te produkti i Androidit, lëvizja te produkti i AI dhe machine learning, cloud. Pra komuniteti tua ta inkurajoj që atje ku ka inovacion, atje ku ka ngritje, aty me shku ndonse mund të kesh frikë. Shko me gjithse ke frikë. Cila është qasja që duhet me pas një menaxher i mirë, cilin e kanë kërkuar edhe në Google? Në fakt nuk ka veç një solucion për menaxherin e mirë, por më kryesorja, do thosha, është të kesh mundësi të jesh dëgjuesi i mirë. Sepse ka shumë menaxher që duan të tregojnë, të të them unë sa ti, ose të më bësh ti, të ndihem unë mirë. Menaxherët më të mirë janë ata që dëgjojnë, që kuptojnë talente që ka ekipi dhe pastaj që u japin projekte tamam me bo talente, me u duk më mirë para klientit dhe para organizatës. Jonika, disa njerëz ngecin në nivelin e mesëm të menaxhimit, nuk e arrin kur një nivel më lart. Çka mendon që janë ato pengesat që nuk i lejojnë njerëzit të shkojnë përtej në një nivel? Pengesa e parë është pengesa e brendshme, me thënë të vërtetën, se ka shumë njerëz që mbase i shikojnë rolin, por i thonë vetes jo. Dhe në Amerikë të quajmë inner critic, kritizeri brendshëm, si është bili, dhe ai zi gjithmonë do jetë aty. Për mua më thoshte shikoti emigrante, shikoti anglisht nuk e flet si amerikanë, shikoti shkove për shkenca politike, të gjithë të tjerët kanë shkuar për ekonomi dhe për matematikë, inxhinieri. Dhe fuqia është ta dëgjosh atë zë dhe ti thuash të kuptoj që ke frikë, mos ke frikë. Do shkojmë përpara dhe unë do kujdesem për ty. Atëre, ajo mentaliteti i brendshëm është numër 1. Së dyti është nuk mund të shkosh në takime me njerëzit pa u përgatitur. Pa kuptuar çfarë prioritete kanë ata. Që ajo është numër 2, një student i mirë, bëj detyrat e shtëpisë, mëso sa më tepër që të jetë e mundur. Edhe së treti, nëse i bën njerëzit e tjerë të ndihen mirë, edhe ata do të kthehen dhe do të bashkëpunojnë me ty. Kështu që këto janë të treja gjëra që do thosha: puno me vetveten, puno së dyti me njerëzit e tjerë dhe bashkëpunim, edhe gjithmonë bëj njerëzit të ndihen mirë, se kur ndihen mirë, atëre inovacioni ndodh, produktet shiten, shumë gjëra të mrekullueshme ndodhen në këtë botë. Në botën e madhe të numrave strategjive, atë ka ndodh me ndjek intuiten, me ndjek ritmin e zemrës në vendime? Ka ndodh me ndjek dhe mos e ndjek. Dhe kurse kam ndjekur, kam patur eksperjenca jo pozitive. Në rastin kur nuk e ndoqa, po kur bashkëpunoja me një klient dhe mbajta me nuk e di pse s'po më pëlqente ky klient. Dhe nuk e ndoqa intuitën dhe thash vetes, është thjesht një emocion kot. Dhe ai klient, ai bashkëpunim nuk doli fare mirë dhe intuita ma kishte sqaruar këtë gjë. Kurse nga ana tjetër, kur vendosa të lëviz në grupin e inxhinierisë, ndonse nuk kam eksperiencë inxhinierie, dhe u bëra chief of staff dhe punova me Sundar, ajo ishte intuita që më thoshte, nëse shkon në këtë rol, do jesh në majtë mali, do punosh me CEO në Google, dhe doli shumë mirë se në fund ai më dërgoi një letër personale ku më tha: Jonika, shumë faleminderit për kontributet tua në Google. Jonika, mbani mish prej Google shumë, me që sot këtu e kemi një mik, si e ke zhvilluar rrjetin tonë shoqëror, atje rrjetin profesional, sepse dhe kjo është shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme, po. Bukuria me të njerëzit që shkuan në Google ishte që ishim kombinim njerëzit që besonin ta bënin botën më të bukur. Kështu që me këtë ëndër filluam dhe kam akoma shoqe që kam punuar që në 2004 dhe ndonse unë kam ikur nga Google këtu e 3 vite se kam biznesin tim që punoj me CEOs dhe ekzekutiv të tjerë. Akoma flasim me njëra tjetrën ndërsa se s'kemi fare në të njëjtin vend, sepse na kanë lidhur ato ëndrat fëminore.
Dhe kështu kam shumë shok edhe shoqëri që kemi vite 20 plus me njëri tjetrin. Junika me gjithat e bërë edhe hapin e madh të ta lësh Google për të hapur diçka një biznes tëndir. A ishte më shumë sfidë, guxim apo liri? Ishte kombinim në fakt Gili dhe është pyetje shumë e mrekullueshme, e vlerësoj shumë. Ishim bërë 19 vite, kisha arritur kulmin, kisha menaxhuar ekipe në gjithë në 4 produktet e Google më të mëdha. Dhe pastaj erdhi një moment që shpirti po më thoshte ka diçka tjetër me po. Intuita hiri përsëri. Intuita prapë, s'desha ta dëgjoja se rroga e Google është e mrekullueshme, suportoja shumë njerëz në Shqipëri, OJ-ja të mrekullueshme. Po intuita po më thoshte shef, je gati. Dhe mbaj mend shkova te bashkëshorti dhe i thash kam një ide shumë të shmendur, dua të le Google dhe të hap biznesin tim, çfarë mendon? Dhe im tha, qofse kjo është ëndra tënde, e suportoj dhe para 3 vitesh hapa biznesin tim, punoj me CEO-t, punoj me organizata të ndryshme të cilat kanë produkte dhe duan të çojnë në vende të tjera. Atëherë me eksperiencën që pata prej Google vinte unë dhe u jap konsulencë biznesi. Me që punon shumë me shefat temini këtu, cilat janë elementet në cilat shefat duhet përmirësohen më shumë, cilat janë sfidat që i kanë më shumë? Sfida e parë në këto momente që po e shoh është gjithmonë sa lek po krijohet dhe inteligjenca artificiale sa po e optimizon këto para që po krijohen. Por problemi është nëse është garë, gjithmonë sa më tepër lek, sa më shpejt, Lufta me egër. Është luftë shumë e egër. Kështu që kur punoj me shefat ju them patjetër të gjithë duam më tepër lek, por si mund ta bëjmë në një mënyrë të tillë që dhe ekosistemi ta suportoj, ekipi ta suportoj, që mos digjet ekipi, se po u dogj ekipi çka duhet teknologjia. Dhe kështu që gjithmonë është ky balanci, patjetër lek, patjetër para, por edhe njerëz dhe ekosistem, pra kombinimi të dyave është çfarë po i inkurajoj shefat me bë. Si të duken shefat shqiptar? Shefat shqiptar në fakt më duken më pak të ashpër, të them të vërtetën, se sa shefat që shikojnë në Silicon Valley dhe në Kaliforni. E kemi dhe mbase nuk kam punuar dhe me shefa këtu, por me ata që sepse shefat këtu japin më pak. Nuk e di Gili, por në kuptimin monetar se një shef në Google. Pra të se di, po shikoj një farë si shaka. Po shikoj një farë dëshire që të kuptojnë njerëzit, por dhe nga ana tjetër sigurisht ka dhe shefa që bën makit se shefat amerikanë dhe bën dhe më të egër, kështu që për këtë se di, ti çfarë mendon? Ti më thuaj mua për këtë. Unë bazohem në eksperiencat personale, ka dimensione të ndryshme të shefave, mbarësisht prej leadershipit që ata zgjedhin me pas. Po ata përkthehet mandej sa që ndrojnë punonjësit. Mu çka nuk më pëlqen që shën nganjëherë të shefat shqiptar, e cilësojnë çdo punonjës sikur letë të zëvendësueshëm. Në fakt është një praktikë krejtësisht tjetër, sepse nuk është e lehtë ta zëvendësosh një njerëz për vlerën që e sjell brenda kompanisë. Mendoj që kjo duhet ndryshoj te disa shefa. Ajo patjetër, sepse nëse mendon se njerëzit janë të zëvendësueshëm, atëherë gjithmonë jemi garën se kush do paguash më pak. Kurse nëse mendon ky apo kjo është janë njerëz me të cilët unë po investoj, tamam siç investojmë te fëmijët tanë si prind, atëherë kemë pas siç Google investoi te një shqiptare pa eksperiencë në teknologji dhe prej investimit që bën tek unë pastaj krijova mundësinë me kriju $1 miliard për Google, po mos kishim bërë investim, atëherë nuk do kishim parë as kthimin e investimit prej meje. Pra ta shohim, nëse investojmë te një punonjës, ta shohim që do të kthehet ajo në një pikë tjetër. Por që do kohë, kthimi do kohë. Ne nuk kemi shumë durim ndonjëherë për të pritur rezultate. Duhet pak durim, po. Dhe atë e kuptoj se dhe unë s'kam dash shumë durim asun. Si ka shku mandej me biznesin e juaj? Biznesi, me thonë të vërtetën, nuk është edhe aq i thjesht. Nuk e di pse nuk e kanë aq lehtë. Po, dhe pse jam në Silicon Valley dhe jam në Kaliforni, prej ekonomisë, prej gjërave që po ndodhin, nuk ka qenë edhe aq i lehtë, por ka qenë shumë i ngazëllueshëm.
Edhe si nën, kam 2 qika, ka kriju... Me jetë të gjatë. Ka kriju mundësi falenderit. Mundësin me ndihmu vajzat në shkollë dhe në të njëjtën kohë me ndihmu shefat dhe biznesmenat dhe business women me qenë sa më të suksesshme. Kështu që jam fillim, shpresoj të shkoj edhe më mirë, por tërë klientat me të cilët punoj, ata janë shumë të lumtur për vlerën që kanë marrë prej bashkëpunimi. Jonika, megjithatë e mbajti lidhjen gjithmonë me Shqipërinë, me shqiptarët. Po. Kur shkrova, më dha shumë kohë, sepse Jonika sado që është modeste në këtë intervistë, ka shumë takime, ka një agjendë shumë ngjeshur dhe më dash me prit, ndoshta një muaj për me marrë një përgjigje nga Jonika. Po kur e kuptuat që kjo po ndodh në Kosovë me kaq shumë pasion, menjëherë e mora atë punë e madhe. Po. Si e ke rujt lidhjen me shqiptarët? Së pari edhe vajzën e madhe kam quajtur Saranda. Sa bukur se vjen nga Saranda. Se vjen nga Saranda dhe se dua që kanë ndonë se kanë baban Amerikan të din që janë gjysmë shqiptare dhe gjysmë amerikane. Dhe flasin shqip. E madhja, Saranda fles shqip, e vogla jo dhe aq mirë. Ai është fajim që nuk insistova dhe aq shumë me të voglen. Por lidhja për mua ka qenë shumë e rëndësishme sepse një nga gjërat që ka qenë shumë e suksesshme si business coach që jam dhe si konsulente biznesi, ka qenë kapaciteti të them që flas gjuhë të ndryshme, që kuptoj kultura të ndryshme, dhe kjo ka qenë shumë e suksesshme edhe në Google. Kam punuar në Brazil, në Meksik, në vende të ndryshme të Evropës. Dhe kur vim me këtë botë kuptimin shqiptar, evropian, kuptojmë kultura të ndryshme, gjitha këto kanë shumë vlerë. Prandaj dhe kam mbajtur. Dhe prandaj dua që edhe vajzat të kuptojnë lidhjen me Evropën. Cila gjuhë flet Jonika? Unë flas shqip, italisht, greqisht, spanjisht dhe anglisht. Sa të ndihmon mësimi i gjuhëve për gjitha të rinj që po na dëgjojnë? Sa dyrë t'i hap? Ndihmon shumë. Kur isha, dhe po them një histori shumë interesante, kur po menaxhoja industrinë e automobilit, shkova në Itali. Dhe nuk e dinin që flisja italisht, dhe klientët italian filluan me thoshin njëri tjetrin, ma venuto, la americana. Dhe pastaj, unë nuk te përgjigje në italisht, dhe u them no, non ha venuto la americana, ha venuto la europea. Italianët po thoshin me njëri tjetrin pas ka ardhur kjo amerikania me na mësune. Dhe unë nuk them në italisht, dhe u them jo, nuk ka ardhur amerikania, por ti mësuan pa ka ardhur evropiania. Kështu që gjuhët janë të mrekullueshme, nëna ime më ka mësuar gjuhët, prindrit janë mësues të gjuhës anglishte, kështu që është diçka që dhe unë përpiqem që vajzat të mësojnë dhe komuniteti shqiptar dhe komuniteti global me të mend të vlerëson duke ditur sa më tepër gjuhë që të jetë e mundur. Dhe gjuha e AI, e inteligjencës artificiale, ajo është dhe një gjuhë tjetër që duhet mësuar nga të gjithë këto. Cila është edhe një këshill, një mesazh për fond për gjithë ata që po e dëgjojnë këtë podcast që bënim sot bashkë? Një këshill. Çfarë do thosha është që kujto një herë që ke patur një situatë shumë të vështirë. Mbase ka qenë e vështirë në shkollë për provimin, ose mbase ka qenë e vështirë se nuk të kanë kuptuar familjarët, ose mbase është e vështirë në situatën e punës, dhe ndonse kishe frikë dhe nuk ishe guxim, se si u ktheve dhe gjete guximin në vetvete. Atëherë dua t'ju inkurajoj që sa herë keni situata të frikshme të kujtoni ato momente kur keni patur guximin. Dikush më kujtoi kur mendon se je maçok, po bëhesh Luan, e kam harruar shprehjen. Si është? Nuk jem maçok, je Luan, e kam harruar shprehjen shqiptare. Nuk jemi as qen as mace, jemi të gjithë Luan me gjak shumë të fortë, me energji shumë të fortë. Dhe prandaj është e rëndësishme mos e harroj këtë. Çfarë na bën të veçantë shqiptarëve në botë, Jonika? Disa gjëra, së pari gjuhët. Kam menaxhuar shumë njerëz të ndryshëm. Në një moment në ekipin tim flisnin 15 gjuhë të ndryshme dhe mundësia që kemi ne për me mësu gjuhët është impresive, numër 1. Së dytë është shumë impresive se sa të mirë jemi me njerëzit e tjerë. I kuptojmë çfarë duan, kemi ëmbëlsi, por kemi dhe ambicie. Dhe ky kombinimi i ëmbëlsisë me ambicie është shumë interesant. Kështu që ky është kombinim, gjuhët, ambicia edhe ëmbëlsia që kemi kur e kuptojmë që njerëzit kanë nevojë për ndihmë. Si të mbetesh kaq modeste kur ki mri majat, Jonika?
Në base ka të bëjë nga që jam e mesmja, kështu që kam një vëlla të madh, ai është shumë i suksesshëm, kam motrën e vogël, edhe ajo është shumë e suksesshme, kështu që por në fakt edhe prindrit gjithmonë kanë thënë nuk I kemi qef njerëzit arrogant, kështu që për mua gjithmonë e rëndësishme sado lart të arrim të jemi të thjeshtë me njëri tjetrin. Faleminderit Jonika, kënaqësi me të pas podcast, kënaqësi me të pas në Kosovë dhe Power të i gjarë. Presim përsëri. Faleminderit ju, faleminderit. Prapsht.